Për teleshikuesit ai bëri një loj fjalësh. Kush e ka parë filmin Kill Bill të Quentin Tarantinos me Uma Thurman e tjerë, ai tha Kill the Bill. The Bill në këtë rast është ligji, pra fatura ligji. Vriteni ligjin duke dhënë një dhë përpara, një nushqyese pra. Nga Kill Bill, Kill the Bill. Edhe vetë Musk tha, ky Bill mund të jetë ose big ose beautiful, po s'mund të jetë edhe big edhe beautiful. Dhe e tha me të drejtë dhe mendoj që bën shumë sens. Megjithatë unë vi tek ajo që përmendën pak më parë dhe Aveniri dhe profesor Malaj që të dy këto individ, dhe unë po flas tani për anën e dukshme, për gjëra që ne dim t'i lexojmë, paktën sepse unë mendoj që ndoshta ka dhe shumë gjëra tjera që ne si lexojmë dot ose anën e fshet të kësaj historie, që nuk është thjesht një histori dashurie të madhe që përfundojnë tragjedi të madhe, por që mendoj që ka dhe një bazë të rëndësishme të ndryshimeve filozofike që kanë të dy këto individ. Mendoj që fillimisht to kanë qenë të përbashkët në idenë që duam një shtet të vogël. Dhe ideja e një shtetit vogël është një ide që i shkon realisht filozofisë e një qeverisje konservatore dhe kanë qenë që të dy bashkë me këtë ide. Ideja e një projektit të famshëm, të hartuar prej vitesh dhe që u diskutua dhe atëherë që po 2025 që do të zbatohej nga administrata e re e Trumpit, u duk sikur u vun veprim. Dhe në fakt, aksioni i parë politik që ka bërë Elon Musk, i cili nuk ishte politikan dhe nuk ishte asnjë funksion zyrtar në kuptimin, nuk ishte departamenti Dodge, nuk është departament ekzekutiv, se nuk ka asnjë bazë ligjore. Por është thjesht me kontratë pune dhe funksionon si këshilltar i presidentit, po patur në funksion të mirëfillt ekzekutiv, fuqi ekzekutive. Por përpjekja e parë, tentativa e parë